nga propozimet e radhës dhe manevrat e radhës politike të zotit Kurti, me qëllim që veç me gjithë faj, edhe fajtor për me adresue mosaftësinë e tij për vendet e dhënë institucione, për ndryshe ka pas kur mjaftueshme me i bëjë gjitha veprimet e nevojshme, mënyrë serioze, përgjithshme, mirë besim dhe në besim reciprok e në partneritet, jo me tentu që me oferta jo serioze të minutave të fundit me jetë për dikun tjetër. Prandaj, për Partinë Demokratike të Kosovës, kjo çështje e deklaruar se veç është e mbyllur, është diskutuar gjërë gjatë qendrën drejtues Partisë Demokratike të Kosovës, është po publike përmes një deklarate politike nga Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës, që përkundër rolit konstruktiv, me qëllim që vendet ketë institucione dhe stabilitet institucional e politik, nuk kemi pas mirë kuptim nga zoti Kurti dhe lëvizja vetë vedose dhe për Partinë Demokratike të Kosovës, kjo çështje është e mbyllur, të shtetarët atje po e lypëm besimin. E refuzoni ofertën e lëvizjes vendose? Nuk është ofertë, çfarë ofertë? Propozim për nuk është ofertë, çfarë ofertë as pak serioze. Propozoni kandidat konsensual që në këtë pikë si tentativë. Ne kemi dhënë përgjigjet tonë dhe nuk ka ofertë serioze nga ana shyre, por këtë janë manevra politike me qëllim të konsumit politik. Falënderit.